E ne e kena mundësinë shumë të artë, përveç se edukimi jonë duhet më konë shumë i kujdesshëm, edhe të njëjtën kohë në implementim, në realizim asaj që ka Zoti neve na ka posedu, na duhet të jemi shumë të kujdesshëm në mënyrë që fëmijët e tanë ti njoftojmë për historinë e burrave, pavarësisht kudo që të jemi, se sikur lufta që i ka dëshmorët e vet, edhe paqja i ka dëshmorët e vet. Madje me shiku me një sy hulumtues dhe eksplorues, paqja ka më shumë dëshmorë se lufta. Shumë është interesant. Për këtë arsye çdo sprovë që njeriu domethënë ballafaqohet është kënaqësi, sepse duhet ta përjetojsh me sabër, me gajret, e pastaj ajo duhet më shërby si një pushimore para një suksesi të madh. Ke pushu pak, ke bë disa analiza për të kaluarën tënde, ke mbledh disa forca dhe ju ke ços prap të ardhmës tonë me konstruktivitet dhe ke arrit një sukses të madh. Pa u pas pushunat pushimorën, nuk ishe mujtë me arrit atë sukses. Kjo është kënaqësi e madhe. Hoxh, po kthejmë fakt prapë te atë dashuria dhe sfidat e sotme. E dim që duhesh me prek diçka për me ja ditë vlerën. Po flasim tash për gjeneratat e reja, qysh mundet me u rujt edhe me u forcu atë dashuria mes trimëve tash në kohën moderne. Ku për tash shumicën është ndoshta pak e din që ka ndodhur një luftë në Kosovë, por nuk është edhe ndoshta janë prek shpirtnisht me to. Shumë e vërtet. Tash jemi një sfidë të re. Jemi një kohë të digitalizimit, jemi një kohë të globalizmit. Sa i ka të mirat e veta, i ka dhe ngecjet e veta. Sa i ka përparësit e veta, i ka edhe ato gjëra tjera, cilat nuk shkojnë në një vijë me thirrjet tona fetare dhe me qëndrimet tona kombëtare. Pa fije dyshimi. Ne duhet jemi shumë të kujdesshëm. Ne duhet të edukojmë edhe të qëndrojmë pranë fëmijëve tanë, sepse po nëse nuk qëndrojmë pranë tyne, dikush do të qëndroj pranë tyne. Edhe me siguri se pastaj nuk do të më na ngel neve hatri, pse ata nuk po na ndëgjojnë, sepse tjetër kush ka harxhu kohë pas tyne. Sot ata të cilët domethënë dhojnë shumë edhe energji, edhe kohë, edhe gjithçka që pej vetave tyre, secili me promovu atë që e posedon. E ne e kena mundësinë shumë të artë, përveç se edukimi jonë duhet më konë shumë i kujdesshëm, edhe të njëjtën kohë në implementim, në realizim asaj që ka Zoti neve na ka posedu, na duhet të jemi shumë të kujdesshëm në mënyrë që fëmijët e tanë ti njoftojmë për historinë e burrave edhe të grave burrnore, sepse burrnia si vërtet nuk lidhet me gjeni, ajo është edhe te gratë, edhe te burrat që duhet me pas parasysh trit e treja tona, se s'kan çka me lakmu në për VIP e botës, diçka që nuk e kanë pas të parët e tyne, qofshin burra apo gra. Andaj duhet me pas kujdes në këtë drejtim edhe institucioni edukativ arsimor, edhe shteti, po edhe njerëzit të tjerë cilët domethënë janë prezant në këtë vend, duhet të luajmë rolin tetë konstruktiv, duke filluar për bërthamës shoqënisë e cila është familja, diçka shumë e shajtë, ose diçka shumë e veçantë, në mënyrë që fëmijët e tanë të edukohen edhe të ruajmë atë llojshmërinë tonë, atë ngjyrimin tonë, edhe si shqiptar, po edhe të njëjtën kohë atë mishirimin e bukur që e ka shqiptari të qenërit ti musliman, mas jemi shumicë absolute, edhe të njëjtën kohë atë tolerancën e bukur, atë qetësinë, atë afërsinë. Na nuk kena nevojë ta marrëm rolin e Zotit në tokë, sepse ne duhet të jemi ata të cilët i përgjigjemi fesë Allahut. Ne i nderojmë krijesat e Allahut në emër të krijuesit tyre, derisa Allahu është ai i cili vendos për jetën tonë, edhe të njëjtën kohë ai do të thotë na kontrollon neve, edhe ne të njëjtën kohë jemi të respektueshmit e Allahut në tokë, ne duhet t'i falenderojmë Zotit për mirësitë që ne ka dhuruar, e në asnjë rrethon t'i përbuzëm të tjerë, sepse po i përbuzëm e humbëm atë të cilën na dhuroi Zoti aty qofshëm fal. Hoxh, çfarë ndikimi ka emigrimi dhe globalizimi në ndjenjen e dashurisë për atë dhe jonë? Pa fije dyshimi, globalizimi, po edhe emigrimi i heshtur, i cili është duke ndodhur në trevat tona, e ka ndikimin shumë negativ, për shkak se gjeneratat tona, sidomos trit dhe treja tona, po ballafaqohen me jetu në rrethona të ndryshme, duke shku larg adhëdheut tonë, e pastaj dal ngadalë ata po ju nënshtrohen një procesi të asimilimit, i cili është shumë i dëmshëm për qenien tonë kombëtare. Ne jemi duke u ballafaqu përveç se me globalizëm, me emigrim të heshtur, por edhe të njëjtën kohë në mungesë të natalitetit, që është njëra prej sprovave dhe sfidave shumë të mëdha, sepse numri jon i popullatës tonë do të thotë me një qerek shekulli,
25 vjet pas luftë tash, na domethënë jemi zvoglu shumë, jemi të kurrë. Edhe fatkeqësisht kjo nuk i shkon shërbim interesit ton kombëtar e as nacional e hiç më pak në atë këndvështrimin ton fetar. Për këtë arsye duhet të gjithë i madh dhe i vogël, në veçanti përgjegjësia më e madhe i bie do të thotë të zgjedhurëve tanë, mënyrë që të kenë kujdes të ruajnë familjen, të ruajnë bërthamën e shoqërisë, sepse ne edhe ashtu jemi numër shumë i vogël, e runa Zot në çalim këtë drejtim, pastaj mundemi të rrezohemi më herët. Ne nuk kemi popull i madh me numerikisht sikur janë turqit e gjermanët për shembull, po jemi një popull shumë i vogël edhe i ndomë në 5 shtete të ndryshme të Ballkanit e çdo mos funksionalitet i bukur, i dur, i kërkuar, i menaxhuar, i balancuar në formë mënyrë më të mirë të mundshme, pastaj mundet me na u kthy bumerang, mënyrë që pastaj pasojat e saj ne do t'i hetojmë tek më vonë.